E veçanta e kësaj here është që Shkodrës i ofrojmë listën më të mirë me kandidatët më të mirë. Me njerëz cilët Shkodra i njeh sepse i ka pas pranë në ditë mira e në veçanti në ditë vështira. Me zonja dhe zotëri që spikasin me vlerat e familjeve nga cilat rrjedhin, familjeve të shquara shkodrane nga cilat rrjedhin, familje djathtës shkodrane, familje antikomuniste persekutume, që kanë një domethënie të madhe për qytetin, për qarkun e Shkodrës, për gjithë bashkitë e këtij qarku, nga Malësia Madhe, në Shkodër, në Valën e Dejës, në Pukën, në Fusharës, dhe cilët me kontributet e tyre në jetën e tyre të përditshme spikasin me vlera. Ne i kemi thënë po këtyre kandidatëve sepse këta janë kandidat vlerash, dhe qytetarët shkodran duke i thënë po këtyre kandidatëve i thonë po vlerave. Dhe ky është problemi kryesor me cilin përballet sot politika në Shqipëri. A do të kemi zgjedhje me 11 maj, apo do të vazhdojmë në të njëjtin batak ku don ta mbaj Edi Rama Shqipërinë dhe për 4 vite tjera. Sigurisht që ky nuk mund të jetë opsion. Ndaj me kandidatët tanë, sot para strukturave tona, ne ju kemi dhënë një mesazh të gjithë votuesve të qarkut Shkodrës dhe do të thoja të gjithë Shqipërisë. Mesazhi është që me listën e hapur të koalicionit Euroatlantik jeni ju që vendosni se kë do të dërgonim parlament. Asnjë votë që ju hidhni për një kandidat që ju dëshironi nuk do të shkojë dëm, apo një votë që hidhni për një kandidat që e preferoni të shkojë për atë që populli e njeh si vestë e qyqes, pra kandidat paracaktuar nga pazare dhe kompromiset fshehta, të cilat i shërbejnë mbajtjes në fuqi të status quo-s. Duhet ta them fare qartë, koalicioni Euroatlantik ka për objektiv madhor politik ndryshim dhe jo riciklim, që fillon me largimin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij më të korruptuar në Ballkan, me vënien para përgjegjësisë penale edhe të asaj pjesë të qeverisë që ka mbetur jashtë burgut, por që ka për hak të hetohet për aferat e panumërta korruptive, por sigurisht edhe me një program për familjen shqiptare, për shtresën e mesme shqiptare, për pronarët e të përndjekurit, për rinin, për sipërmarrjen, për profesionistët e lirë, për fermerin shqiptar. Pra ne vim me një ofertë konkrete, ofertë, program, kandidat që i njihni, që ju kanë qëndruar në krah ditët më të vështira, kandidat cilët nuk janë njohur, edhe kur ju janë premtuar vendet sigurta, sepse nuk janë këtë garë për karrike, siç janë disa tjerë, nuk janë këtë garë për interesin e vet personal, por janë këtë garë për qytetarët, për shkodranët, për shqiptarët. Janë njerëz që besojnë dhe kanë provuar me sakrifica dhe me punë dhe me vepra se Shqipëria meriton më shumë se Shkodra meriton më shumë. Ndaj sot e kam zemrën plot këtu nga Shkodra, tek shoh edhe reagimin, jo vetëm të strukturave me cilat zhvilluam takimin, po dhe të qytetarëve këtu në pedonale e kudo, ndaj njerëzve që në fakt nuk kanë nevojë për prezantim, sepse janë vetë shpirti i qytetarisë, i sipërmarrjes, i të përndjekurve, i pronarëve, i rinisë, i intelektualëve, i sportistëve, me cilët Shkodra është krenuar e shpresoj do të vazhdoj të krenohet edhe pas 11. Ofertat për karrike i bëjnë ata që politikën e shohin si pazar. Pazaret i bëjnë ata të cilët lirojnë bashkarisht me votat e tyre në parlament të korruptuarit e Edi Ramës, e këte i bëjnë sikur bëjnë opozit, po në fakt lirojnë të korruptuarit e dënuar nga SPAK-u. Duhet ta them fare qartë. Kush beson se Shqipërisi duhet një SPAK edhe më i fortë, edhe më agresiv? Kush beson se Shqipërisi duhet vetting i plot i politikanëve siç e bën për gjyqtarët dhe prokurorët, siç pretendojnë që po e bëjnë për policët? I duhet një vetting i politikanëve që t'i lejnë llafet e të kalojmë në vepra, vettingu të tregoj kush është i korruptuar e kush jo, kush është i lidhur me krimin e kush jo. Në qoftë se besojnë se parlamentarët në 2025 nuk kanë pse të kenë më imunitet, po duhet të jenë barabartë para ligjit me qytetarët e Shkodrës e gjithë Shqipërisë, e jo t'u jepet 2 javë kohë për t'u arratis si rasti i Arben Ahmetajt. Në qoftë se besojnë pra se drejtësia duhet marrë çdo fuqi që i mungon, që të ecë edhe më shpejt, edhe më mirë. E fatin e Erion Velia i ta ketë çdo kryebashkiak i korruptuar nga Shkodra në Vlorë në gjithë Shqipërinë, atëherë alternativa është e qartë, është koalicioni Euroatlantik, sepse ne qëndrojmë fuqimisht dhe pas një kusht në mbështetje të SPAK-ut, ne qëndrojmë fuqimisht për vettingun e politikanëve, për heqjen e imunitetit parlamentar. Lufta kundër korrupsionit nuk bëhet me fjalë, por bëhet me vepra. Ne jemi njerëz të veprave. Me shpirt dhe me zemër ne jemi Partia Demokratike, ne jemi demokratët. Ne nuk mund pranojmë kurrë që Partia Demokratike të jetë partia e Ilir Metës. Me shok.
Nuk mund të pranojmë kurrë që Partia Demokratike të kthehet një vegël të interesave personale kujdo qoftë. Ky ka qenë mesazhi im prej fillimit, ky është mesazhi im sot. Ne nuk mund të pranojmë kurrë që Partia Demokratike dhe s'pranuam të vijë një kurs përplasje me aleatët tanë strategjik. Koha na dha të drejtë. Dëgjojeni sot pak ata që thonin nuk na duhet Amerika, tek bërtasin na duhet Amerika, s'kemi ku të shkojmë pa Amerikën. Pra humbëm 4 vite në një luftë kot, nxitën një luftë kot brenda familjes për interesa personale dhe erdhën aty ku kemi qenë ne 3 vite gjysmë apo 4 vite më parë. Ne e bëm të betejë për të mos i vendosur demokratët në luftë me Amerikën, tani janë të njëjtët persona që kërkojnë vulat e Amerikës. Pse humbën këtë kohë? Përgjigjja është e thjeshtë. Këtë kohë ja humbën demokratëve, ja humbën shkodranëve, ja humbën opozitarëve, ja humbën shqiptarëve, se për vete këtë kohë e kanë përdorur për pazare si ai që përmenda i amnistisë, apo për pazare për të mbyll listat. Që ju të votoni për dikë që mendoni se përfaqëson demokratët, e në listë ju vi Ilir Meta me shok dhe Veste Qyqës që i ka fut aty Edi Rama. Një sekond, ta mbaroj këtë. Pra, në këtë mënyrë ne do të ecim përpara me diçka që e kanë dorë qytetarët. Çfarë është detyra jonë? Detyra jonë, Senat, është t'ju japim qytetarëve programin dhe kandidatët. Programi ynë, siç u shpreh vetë CDU-ja, kur e shpalosëm me 1 qershor, është programi i parë vërtet i djathtë i Shqipërisë në 35 vite. Me në qendër familjen shqiptare, me në qendër shtresën e mesme shqiptare, me i qëndrim për herë të parë të drejtë ndaj pronës dhe ndaj përndjekurve, ndaj sipërmarrjes dhe ndaj rinisë. Por kësaj jep kuptim tashmë edhe ekipi ynë, fizionomia e cilit përbëhet, siç e thash pak më parë, nga përfaqësues të denj të këtyre grupeve të interesit, të këtyre familjeve, të këtyre qendresave të Shkodrës e të mbar Shqipërisë. Kjo është detyra jonë. Mos e bëfshim të detyrë mirë, jemi ne në borxh me Shkodrën e me gjithë Shqipërinë. Tani që kjo detyrë është bërë, është detyra këtyre kandidatëve të shkojnë sigurisht derë më derë, por me këta kandidatë dhe me këtë program, është detyra juaj si qytetarë të Shkodrës e të mbar Shqipërisë të vendosni për veten tuaj dhe familjet tuaja. Doni ndryshim të vërtet dhe jo riciklim. Doni për herë të parë në 35 vite të jepni fund Katovicës për pronat, për ndjekurit, për luftën e vërtet kundër korrupsionit, për zhvillim të vërtet ekonomik dhe ecje krah me aleatët tanë strategjik. Doni të bëni pjesë e një herë ndryshimi që po fryn anë mban rajonit, dhe që e ka dridh Beogradin brëm, e po i dredh autokratët anë mban Ballkanit, që është e pashmangshme, atëherë keni mundësinë përmes votës tuaj për koalicionin Euroatlantik dhe kandidatët tanë. Kjo është detyra e qytetarëve. Janë qytetarët që do të vendosin. Janë shkodranët që do të vendosin dhe kur s'ka qenë më e qartë e drejt për drejt. Vota për listat e atyre është votë për Veste Qyqës, nuk shkojnë përtej listës së mbyllur, këtu në Shkodër, as Rama. Vota për kandidatët e koalicionit Euroatlantik përkthehet në votë për t'i çuar ata në kuvent siç dëshironi ju. Sigurisht që kur bëj këtë parantezë, e kam të qartë, siç do ta keni dhe ju, që ky është një vendim që i takon qytetarëve shqiptarë. Objektivi ynë është që me 11 shtator, Parlamenti i ri dhe qeveria e re të diktojnë dhe të vënë veprim programin politik të koalicionit Euroatlantik. Pa diskutim që me zotin Rama, koalicioni Euroatlantik ka dhe vetëm një qëndrim, përballjen e tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij me drejtësinë. Kjo është e panegociueshme dhe e pa diskutueshme. Sigurisht dhe me ortakun e tij në pazare, në lirimin e të korruptuarve nga Spaku, nuk mund të na lidhë asgjë tjetër përveç një pazar. Por ne nuk jemi këtu për pazar, siç ju thash më përpara, për pazar dhe për oferta për karrike, unë i pari dhe gjithë që jemi këtu i kemi thënë jo. Prandaj jemi për t'i dhënë tonin drejtimit vendit përmes programit ton dhe ekipit ton në zgjedhjet e ardhshme. Pastaj ato çështjet e tjera janë çështje të pagesave, sepse në çdo studim të opinionit që ne e bëjmë për strategjinë tonë, kandidatët tanë dhe koalicioni ynë ka gjithë potencialin të mobilizojë mbi 50% shqiptarëve që pa diskutim duan ta heqin qafe një orë më parë qeverisën më të korruptuar të Ballkanit me krye Edi Ramën, por që nuk shohin e nuk mund të shohin kurrë shpresë dhe zgjidhje tek alibia e tij në opozitë. Kjo është një strategji për të çuar deri në fund betejën ligjore për tjetërsimin e vulës, logos dhe legitimitetit të Partisë Demokratike. Unë nuk i shmangem kurrë asnjë përgjegjësie, siç e dini fare mirë, këtë e kam provuar me vepra, jo me fjalë, sepse ndryshe nga ata që kemi përballë në mejdanin elektoral, nuk jam
për asnjë sekondë nuk kam qenë, nuk jam dhe nuk do të jem këtë betejë për karrikën time personale, për interesat e mia personale, përkundazi me kosto të lartë dhe për shkak këtyre grave dhe burrave që kam në krah dhe anë mban Shqipërisë, luftojmë për interes publik, sepse kjo është betejë që na fisnikron shpirt dhe ajo që presim dhe dëshirojmë është mirënjohja qytetarëve përmes votës dhe pastaj respekti, mirënjohja dhe detyrimi ynë ndaj qytetarëve përmes realizimit të plotë të programit ton politik.